Gjesti, sa ka hyrë në Big Brother në Kosovës, unë kam bërë një status, i kam thënë që okej, jam tim Gjesti dhe për mua është fitu, sepse pash energjin që ai hyri, se sa... Dhe në bindjet e mia ndryshoi edhe loja pastaj, pas hyrjes së tij brenda shtëpisë. Ka ndryshu komplet. Dhe dinamika. Ka ndryshu komplet, shikueshmëria, klikimet, loja, dinamikat, u bë faktori shtëpisë, u bë kryefjala e shtëpisë dhe sot vazhdon të jetë kryefjala e shtëpisë. Në këto zhvillimet e fundit, sidomos në raport me Eglin, mund ta ketë penalizu dalja e Eglit nga shtëpia? Çfarë mendon në këtë raport? E kam thënë fakt, unë nuk besoj se e ka penalizuar. Unë mendoj që okej, mund t'i mungoj nga emocionalisht, sepse kishte dikë që unë ndjente mirë, i jepte atë ngrohtësinë, dashurinë që dhuronte Egli, por që nuk e ka penalizuar për faktin se tashmë Gjesti është më i qetë me lut. Nuk e ka momentin se u mërzit Egli nga një reagim që mund të kem ndaj një banore kur afron të Loredana apo diçka tjetër. Dhe unë mendoj që e ka treguar gjatë kësaj jave, që nga momenti që ka dalë Egli, që fokusi i tij është loja.